Mjeku çudit botën, kur mos ani kos në darkë, ja çfarë ju ndodh. Kosi sigurisht që është një nga produktet e mjaftueshme të pasura me vlera të larta ushqyese që mund t'japë një sër përfitimesh të rëndësishme në dobi të organizmit dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Megjithatë, ndodh që në disa raste ai mund të shkaktojë më shumë dëme se sa dobi krahasuar me raste të tjera. Produktet e qumshtit, si për shembull siç është edhe kosi, ka avantazhet e tij shëndetësore, mirë po është shumë e rëndësishme të kuptohet se cila është koha e ditës kur ne mund ta konsumojmë kosin dhe të marrim përfitimet e tij më të mira pa shkaktuar anën negative në dëm të organizmit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kosi është një nga ushqimet e fermentuara më të preferuara, sidomos gjatë stinës së verës. I pasur me nivele shumë të larta të proteinës, forcon sistemin tuaj imunitar. Ka nivele shumë të mira të kalciumit që ndihmon në shëndetin e kockave dhe ndihmon të bini nga pesha. Ai mbron edhe nga i ftohti dhe gjithashtu edhe problemet e virozave, por mbi të gjitha përmirëson sistemin tuaj tretës. Megjithatë, nuk rekomandohet që kosin ta konsumoni në orët e vona të mbrëmjes, sepse mundet të krijojë gjithashtu probleme të mukozës në kanalin e hundës, por sidomos te personat që vuan nga astma mund të ketë më shumë shqetësime. Sidomos, personat që vuajnë nga astma, alergjitë dhe ftohja mund të vuajnë më shumë nga këto komplikacione dhe mund të përkeqësojnë gjithashtu më shumë simptomat e tyre. Gjithashtu, kosi përmban bakteri të mira të cilat ndihmojnë me nivelet e duhura të tretjes. Mirë po, vonë në mbrëmje këto produkte shkaktojnë fryrje të stomakut si dhe djegësirë. Për këtë arsye, nuk duhet të konsumohen përpara gjumit, sidomos nëse vuani nga këto komplikacione, sepse do të shkaktojë komplikacione dhe do ju bëjë që të mos bëni një gjumë të rehatshëm. Ekspertët tregojnë se produktet e qumshtit ndihmojnë ndjeshëm në procesin e tretjes, por rregullojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zemrës dhe të zorrve. Atë mund ta ulloni në ujë dhe ta bëni dhall, por kosi është i pasur me probiotik të rëndësishëm, çka do t'japin rezultate fantastike në dobi të shëndetit. Ekspertët tregojnë vazhdimisht që kosin ta shtoni në dietën tuaj, gjithmonë në orët e para të mëngjesit ose jo përpara gjumit, sidomos nëse vuani nga këto komplikacione të cilat e rëndojnë më shumë edhe organizmin tuaj. Kosi është një opsion i preferuar dhe shumë i shëndetshëm, por megjithse edhe një meze e lehtë ai është i pasur me probiotik, kalcium, nivele të mira të zinkut, vitamina të grupit B. Megjithatë, ndërsa është i dobishëm për shumicën e njerëzve, mund të shkaktojë probleme te disa, veçanërisht e ata persona që janë intolerant ndaj laktozës. Por cili kos është më i shëndetshëm? Rekomandohet kosi i përgatitur vetë në kushte shtëpie, pasi është i pasur me proteina që ofrojnë një ndjesi ngopje më të gjatë. Megjithatë, duhet të keni kujdes nga sheqernat e shtuar, veçanërisht me kosin me aromë. Kosi me pak yndyrë shpesh ka më shumë sheqer të shtuar se çdo gjë mbi 60 gram mund të tregojë edhe sheqer të shtuar. Ekspertët këshillojnë marrjen totale të sheqerit në kos, jo më shumë se 10 gram. Por a mund ta hamë kosin çdo ditë? Disa njerëzve u pëlqen konsumi i kosit, ndërsa të tjerëve jo, veçanërisht nëse keni probleme të shëndetshit të stomakut dhe probleme të tretjes. Është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje mënyrës se si ndihmon pasi të keni ngrënë kos dhe si ndiheni pas tij. Nëse jeni plot me energji dhe nuk keni probleme me tretjen, kjo është një shenjë e mirë. Nëse ndiheni të lodhur, të fryrë me kapslëk ose keni diarre, mund të mos ju pëlqejnë produktet e qumshtit dhe të mos e konsumoni në kombinim me nivelin e lartë të sheqerit. Por cilat janë gjërat që ndodhin nëse hani kos çdo ditë? Do të ndihmoni në kontrollin e peshës tuaj trupore. Kosi ju mban të ngopur për më gjatë dhe ndihmon që të rregulloni peshën tuaj, veçanërisht nëse konsumoni si pjesë të dietave të ekuilibruara. Kosi mund të ndihmojë gjithashtu shëndetin tuaj të zorrve.
Kosi është i pasur me shumë probiotik të cilët rrisin nivelin e florës intestinale të shëndetit të zorëve dhe lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Kosi është një produkt fantastik për sistemin tuaj tretës. Megjithatë, te njerëzit me sindromën e zorrës së irrituar mund të përkeçojë simptomat. Kosi do të shtojë nivele të mira të proteinës në organizmin tuaj. Kosi, si ai vet i përgatitur në kushte shtëpie, është ideal për shëndetin e zorrës së trashë. Ka përmbajtje shumë të mira të proteinave dhe karbohidrateve. Kosi me bazë bimore ka tendencën të ketë më pak protein, prandaj ai mund të konsumohet çdo ditë në dietën tuaj në masën e duhur. Konsumi i kosit çdo ditë nuk është problem, por keni kujdes me sasinë e sheqerit të shtuar në të. Shumica e njerëzve shtojnë në 3 fish deri në 4 fish sasinë e rekomanduar të sheqerit në gatime, gjë që kontribon gjithashtu në rritjen e inflamacioneve kronike dhe përkeqësimin e shëndetit tuaj, sidomos edhe në rritjen e inflamacioneve të shëndetit të zorrëve. Kosi është i mirë për sa kohë konsumohet brenda normës dhe nuk teprohet gjithashtu me konsumin e tij. Kosi është një nga produktet që përdoret shpesh në të gjithë botën për të konsumuar si një vakt i lehtë ose edhe një ëmbëlsirë e përzier me fruta të ndryshme të stinës. Ky produkt është shumë ushqyes dhe mund të japë rezultate fantastike në dobi të shëndetit të organizmit. Ky produkt është një ushqim i prodhuar nga fermentimi natyral i qumshtit dhe përpos shijes së tij unike, kosi ka përfitime të panumërta në dobi të organizmit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Për sa kohë, kosi konsumohet me kujdes dhe pa shtesa të ndryshme të ëmbëlsuesve, ai mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit. Ekspertët e rendisin kosin si një prej alternativave më të çmuara që mund të shtoni në dietën tuaj. Kështu ndikimi i tij në organizëm do të jetë i fuqishëm dhe gjithashtu me vlera të larta shëndetësore. Kosi është një ndihmë shumë e mirë ushqyese për ata persona që tashmë vuajnë nga problemi i hipertensionit. Studimet kanë treguar se kosi në dietën tuaj mund të ndihmojë në uljen e riskut të problemeve të hipertensionit, i cili zakonisht njihet si presion i lartë i gjakut. Gjithashtu ju ndihmon në mbajtjen e trupit në formë dhe të parandaloni problemet kronike, si dhe ndihmon në sistemin tuaj tretës. Kosi është një ndihmë shumë e mirë për personat që duan të rregullojnë peshën e tyre trupore. Sipas një studimi të ri, për përshpejtimin e humbjes së peshës dhe procesit të djegjes së dhjamit, ju duhet të shtoni një tas me kos në vaktet tuaja. Kosi përmban elemente të larta të proteinave që ju bëjnë të jeni më të ngopur për një kohë më të gjatë dhe zvogëlon gjithashtu tendencën e të ngrënit shumë. Kalciumi te kosi rrit procesin e djegjes së yndyrës në trup dhe ndihmon në rritjen e shkallës metabolike. Ata që e konsumojnë kosin rregullisht tentojnë të humbasin 80% më shumë yndyrë në stomak se sa ata persona që nuk e konsumojnë atë. Kosi do të ndihmojë gjithashtu edhe në përmirësimin më të mirë të shëndetit tuaj të lëkurës. Gjithkush dëshiron të ketë një lëkurë të përsosur dhe gjithashtu është shumë rrezatuese. Konsumi i kosit në menun tuaj ditore direkte sjell një lëkurë më të fuqishme, më të mbrojtur edhe gjithashtu më të bukur. Acidi laktik që gjendet te kosi ndihmon në heqjen e qelizave të vdekura të lëkurës dhe redukton gjithashtu shenjat e plakjes, sidomos citon shoqata dermatologjisë në Zelandën e Re. Shtimi i kosit në menun tuaj ditore do të jetë një nga zgjedhjet më të mira ushqyese që mund të keni bërë ndonjëherë në dobi të shëndetit tuaj dhe jo vetëm. Kosi është një nga produktet e qumshtit nga më të njohurit për shkak të përfitimeve të larmishme që ka në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Për sa kohë kosi konsumohet në sasinë e duhur, ai mund të jetë një ndihmë shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit. Ekspertët e cilësojnë kosin si një prej alternativave më të çmuara në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Siguroni që të konsumoni kosin e freskët në menun tuaj ditore. Do t'i japë rezultate fantastike në dobi të tretjes, lehtësimin e kapsllëkut, gjithashtu edhe problemin e zorrës së irrituar. Kosi është një alternativë e çmuar dhe duhet të kujdeset gjithmonë në dietën tuaj si një ushqyes i rëndësishëm. Vëmendje,
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.